Viti 2026 pritet të mbyllet me një nivel më të lartë të çmimeve pasi Banka e Shqipërisë parashikon që inflacioni të vijojë rritjen gjatë muajve të fundit të vitit, duke kaluar objektivin prej 3%. Presionet mbi çmimet janë reflektuar që në muajin korrik kur inflacioni arriti në 3.4%. Bazuar në informacionin e disponuar, analizat tona konkludojnë që ekonomia shqiptare vijon të ruajë trende pozitive zhvillimi, qoftë në drejtim të ritmit të rritjes ekonomike, qoftë në ndikim të ecurisë të tregut punës, por edhe në terma të përmirësimit të parametrave të stabilitetit makroekonomik. Rritja ekonomike e tremujorit parë ishte në nivelin 3.7%, ndërkohë që informacioni indirekt sugjeron që edhe tremujori dytë ka vijuar të ketë një rritje solide ekonomike, të përafërt ndoshta diçka më të ulët se nivelet e tremujorit parë. Pritjet tona për të ardhmen vijojnë të mbeten pozitive, sikundër u tha në njoftimin përshtyp që pasoi analizën e raportit të politikës monetare, ne vlerësojmë që në horizontin afatmesëm, që do të thotë në 2-3 vitet e ardhshme, ekonomia shqiptare pritet të ketë ritme solide rritje, të përafërta me potencialin e vlerësuar të rritjes të ekonomisë shqiptare, pra diku në intervalin 3.5-4%. Duke analizuar zhvillimet e deri tanishme ekonomike, drejtori i Departamentit të Politikës Monetare Ralph Themeli vlerëson se një nga faktorët që ka ndikuar në rritjen e çmimeve në vend është trajtimi i naftës në tregjet ndërkombëtare. Rritja e çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare ka pasur një ndikim, qoftë direkt, qoftë indirekt, në rritjen e inflacionit gjatë tremujorit të dytë të vitit. Kujtoj që norma mesatare e inflacionit, sipas raportimeve të Instatit, u rrit nga niveli 2.5% për tremujorin e parë në nivelin 3% për tremujorin e dytë. Megjithatë, kjo rritje shfaqet e moderuar, e kontrolluar dhe presionet e përgjithshme inflacioniste dhe vetë niveli i inflacionit është afër objektivit tonë. Sipas Themelit, pavarësisht presioneve të shtuara mbi çmimet, familjet dhe bizneset vijojnë të kenë nivele të qëndrueshme likuiditeti, ndërkohë kreditimi i sektorit privat ka shënuar rritje, duke arritur në rreth 14%. Kreditë e reja po orientohen kryesisht drejt financimit të investimeve të bizneseve, si dhe blerjes apo financimit të banesave nga individët.